Përshëndetje të dashur shikues, jemi kthyer këtu me intervistën e radhës. Këtë radhë kemi Erdi Troplinin, një student dhe aktivist nga Universiteti i Durrësit, i cili ka ardhur nga Shqipëria për të na folur më shumë për zhvillimet e fundit në protestat që po mbahen në Tiranë tash 3 javë realisht. Erdi, faleminderit që erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë tash po duam me ditë prej teje si student edhe si aktivist, kështu në moshë më të re, si lindën protestat? Atëherë, protestat lindën si një pakënaqësi e madhe popullore, mund të themi. Ta thonë që ka qenë arsye kryesore Zvërneci, po Zvërneci nuk është arsye kryesore. Zvërneci është ajo kupa e mbushur, është pika që derdhi kupën. Unë mendoj që protestat vinë si pakënaqësi e madhe popullore. Protestat vinë për shkak të padrejtësisë së madhe të 35 vjeçare të kësaj periudhe tranzicioni që mund të themi nuk ka nisur kurrë. Është një protestë që aty sheh të gjithë, domethënë, sheh të majtë, të djathtë, është protestë gjithë përfshirëse, pra është protestë e cila mbledh popullin si janë mbledh qytetarët. Pra, ju po thoni që kjo ka qenë veç mllef i akumuluar ndër vite edhe tash ka shpërthy me Zvërnecin. Është një mllef i akumuluar ndër vite, jo për shkak të Zvërnecit në thelb, është për shkak të kësaj qeverie e cila ka 13 vite, e cila nuk i ka sjellë asnjë të mirë popullit shqiptar, është për shkak të qeverive më parashme të cilat nuk kanë treguar dinjitetin e duhur që duhet të ketë një qeveri e tjerë me radhë, që janë arsye në sy të parë janë arsye të përgjithshme, mund të themi, në pamje të parë, por është problemi se ne i harrojmë gjëra si popull. Ne harrojmë për shembull ligjin 7501, që është ligji i pronave, është ligji më i egër, mund të themi, për arsye se na ka vjedhur tokën. Tokën ja morën pronarët dhe ja dhanë dikujt tjetër që nuk ishte pronar, dikujt që nuk kishte lidhje fare me pronën. Dhe kështu ka vazhduar për 35 vite me radhë. Po, se është interesante për këtë çfarë po thu, se përndryshe protestues në përgjithësi, domethënë kanë kërkuar si me ashtu sikur se Rama me jap dorëheqje dhe me shku në burg, ashtu edhe Sali Berisha, domethënë nuk ka një krah politik që po mbështetet për këtyre që kanë qenë në pushtet ose kanë pas pushtet gjatë këtyre 5-16 viteve, pra po kërkohet largimi i kësaj kaste të vjetër politike përgjithsisht kështu. Unë mendoj që arsyeja pse ne shkojmë protestë është për të ndryshuar klasën politike, ose arsyeja pse ne duhet të shkojmë protestë. Unë mendoj se kjo klasë politike është klasa konsumuar, është klasë e cila neve na ka marrë në qafë komplet si shtet, komplet, domethënë që nga viti 1991 e deri ditët e sotme. Është një klasë politike e cila ka vendosur kush do pasurohet e kush do varfërohet. Është një klasë politike e cila ka vendosur kush do investojë e kush nuk do investojë. Është një klasë politike e cila neve na ka marrë në qafë. Me metoda jo demokratike. Normal, jo demokratike. Metoda komuniste të vjetra nga komunizmi. Unë mendoj që komunizmi neve akoma nuk na është larguar nga shteti ynë. Ka vazhduar ne jemi akoma me partitë e Ramiz Alis. Ramiz Alia ishte kryeminist komunist i periudhës komunizmit, mbas vdekjes së Enver Hoxhës, dhe ne akoma kemi partitë që ngriti shoku Ramiz, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Tash për muliet të kjo pjesë, jo kërkoni largimin e klasës vjetër politike, po a ka ndonjë konsolidim të një klasë të re politike ose të një lëvizje politike, kështu për shembull brenda protestuesve në këtë rast? Unë në daljet e mia publike kam bërë publike, domethënë që neve duhet të krijojmë klasa të reja politike nga protesta. Nuk them të krijohet një parti e vetme e cila të jetë gjithëpërfshirëse, sepse është e pamundur. Unë shkoj për ditë protestë dhe kam parë që atje ka të majt, ka komunist, ka të djathtë, ka konservator e tjerë me radhë. Mund të ketë edhe fashist. Nuk ka asnjë gjë të keqe, mendoj unë, përderisa ata vinë atje, nuk është se e shprehin atë ideatën e tyre politike haptazi, po duken nga qëndrimet që cilat flasin. Dhe unë mendoj që është e pamundur që ne të dalim e të krijojmë një parti të vetme, e cila do të jetë gjithëpërfshirëse. Se sa do prodhohet në vot nga protestat, prodhohet në vot nëse do krijohet klasa e re politike e vendosin shqiptarët. Pra, po tash e kemi pasur që nuk ka një organizator të protestës, kështu po themi le të themi një fraksion i cili ka organizuar protestën edhe bën thirrje të vazhdueshme, po është më shumë një mllef që domethënë secili mbledhet aty. Po a është ky domethënë benefit apo është mangësi që s'ka një organizator ose një koordinues?
Atëherë, në fillim mund ta shohësh si benefit, sepse është në pikpamje të parë shef si benefit për arsye se është një protestë që e ka të vështirë të blehet. Moment që ka një organizator është shumë e lehtë që të blihet protesta. Siç ndodhi me protestën e studentëve ku nga një protestë madhështore, mund të them që mu dukte protesta sinqert në fillim, kaloi u kanalizua në atë blerje që bën pushteti, mund të themi, në kompromisën e tjerë me radhë. Unë mendoj që është më e mirë të jetë pa organizator, edhe pse kanë dalë disa grupe të quajtur nismëtar, të cilët po mundohen të pronësojnë protestën dhe janë duke bërë gabim më të madh. Ato njerëz ndoshta e bën nga pavetdia, nuk di ta shpjegoj, ose nga mund të jenë të blerë, por nuk di, domethënë nuk jam aq brenda në brendësi të organizimit. Natyrisht duhet të ketë dikush që të vi, sepse protesta ka kosto, duhet të ketë dikush që të jetë kontribues, domethënë tek pjesa sepse qeveria nuk jep energji elektrike për protestuesit, ata po përdorin gjenerator, dhe generatori ka kosto, dhe normalisht kështu vazhdon edhe për pjesën e fonisë, pjesën e tjera. Unë mendoj që protesta nuk është se ka një organizues që thotë unë jam pronari dhe ju ndiqni mbrapa mua. Unë mendoj që sepse faktikisht ne ashtu kemi shkruar protestë. Ditën e parë pash diku në TikTok, po e pash në TikTok një postim i cili thoshte që filan orë do kemi protestë. Po. Edhe kishte foto flamingo, foto ishte akaunt anonim, ishte një faqe anonime. Dhe nga aty unë mendova, thash, po do iki. Mblodha shokët e mi kush pranonte me ardhë dhe shkum në protestë. Unë faktikisht kam qenë edhe në protestën kishte gatishmëri edhe nga shoqëria kështu. Edhe nga shoqëria, po. Që janë Gen Z gjithë, është gjenerat që të vjetër, domethënë prindërit tanë ose gjyshit tanë, neve na kanë bullizuar deri diku për gjeneratën tonë, duke na thënë jeni gjenerat telefonash e tjerë me radhë. Po ne po tregojmë që jemi gjenerat që nuk kemi frikë. Po mirë sa jo në Nepal gjenerata Z nëse nuk ka bëj. Gjenerata Z ishte po. Po kjo pjesë ata që nuk ka organizator, a mundet me qenë një farë problemit që dikush me shfrytzu për interesat veta, për shembull, një fraksion i caktuar, këtë rast është edhe vet, për shembull me dal në ballë të saj. Është problem që ndodhi kjo. Sepse unë e shpjegoj kështu, me aq sa unë mendoj, dhe aq sa unë shoh, mendoj që është vështirë që protesta të kanalizohet në fraksione që janë proqeveritare. Në këtë moment që është protesta, në këtë kulm që ka protesta. Protesta mund të kanalizohet mund të blihet, se themi në term zhargon, përditshëm nga qeveria ose nga klasa politike, vetëm nëse protesta fillon edhe të kurrët. Protesta çdo ditë po shtohet, njerëzit çdo ditë po shkojnë protestë, njerëzit po marrin mbështetje edhe nga populli, po marrin mbështetje edhe nga mediat e huaja, me sa kemi parë. Dalin aty çdo ditë është Reuters duke bërë transmetim dhe raportazhe. Dhe media tjera të huaja. Unë mendoj që në këtë kulm që është protesta, është shumë e vështirë që të ketë të paktën një organizator ose një grup organizativ dhe të ketë një person që është personi i pushtetit ose edhe vetë Diramo mund të tentojë ta bëjë këtë gjë, prishjen e protestës, ose klasa politike mund të tentojë të prishë protestën. Në këtë moment që është protesta, atë që është shumë e vështirë. Është interesante për më kthy te piknisja te Zvërneci. Në fakt mua më ka lënë përshtypje kështu ideja e vetë doli është vajza e Donald Trump, që tha e pam një pjesë këtu në mesdhë dhe na pëlqeu shumë dhe deshte më marr, duke fol sikur se të jetë pjesë e tyre realisht jo diçka sovrane e Shqipërisë. Edhe mendoj ky diskursi ka qenë problem. Domethënë ideja që unë guxoj marr tek ti dhe më marr një pjesë, sepse më po, domethënë sytë e mi ishte e bukur dhe ta bëj timin këtë rast të ndërtoj një resort apo si shini këtë se kjo më duket ishte një farë naftë më shumë në atë zjarrin që unë des, kur qarkulloj një video e vajzës së Donald Trump që thoshte se e pam këtë pjesë në mesdhë dhe na pëlqeu shumë, duke mos e përmendur Shqipërinë si shtet fare, vetëm duke posë lundronim aty me një vark apo me një anije, po, me një jat realisht që është më ndryshe, dhe e pam atë pjesë aty. Si ka qenë domethënë reagimi juaj, se mendoj që reagimi juaj sepse edhe ne në Kosovë kur e kemi po flas pak në për vete, kur e kam po ka qenë si tani si mund ta thuash atë, kupton, sigurisht se është diçka e jotja për të marrë. Si kanë qenë reagimet pastaj për këtë pjesë? Ka qenë ky diskursi i saj ka qenë shumë problematik.
Ne si gjenerat zi, domethënë kemi dalë duke bërë ato pankarta siç i keni parë, shumë virale. Dhe shumë kreative. Dikush kishte bërë Ivankën, e kishte veshur sigurisht Kristofor Kolombi, thoshte Ivanka Columbus. Edhe ishte shumë gjë e bukur domethënë, sepse ne po përpiqemi ta kalojmë edhe me atë sportivitetin që duhet të ketë, por reagime ka pasur reagime shumë të rënda. Për arsye se Ivanka, siç e the ti, nuk përmendi as Shqipërinë, thjesht pash një ishull atje thot ajo dhe më pëlqeu, thash do ta blej, do të investoj, do të bëj. Nuk është se është diçka edhe serioze nga mënyra se ajo ka thënë. Por gjithsesi janë qëndrimet e saj, janë mendimet e saj etj me radhë. Unë nuk është se kam ndonjë gjë personale mund të them me Ivankën, por ne kemi me fenomenin që këtu në Shqipëri, domethënë tek ne është mungesa e transparencës. Është mungesa e transparencës ajo e cila sjell padrejtësinë. Sepse në moment që ti nuk ke transparencë, ke çdo gjë në hije, nuk ka dritë dhe nuk shef asgjë. Në moment që do ketë dritë, pastaj aty shifet edhe kuptohet edhe abuzimit, kuptohet çdo gjë. Po këta mundon ta nxjerrin edhe sikur neve po e paragjykojmë projektin. Ne nuk po e paragjykojmë projektin, ne kemi parë projekte të tjera. Biles sot pash një video që po bëhet një projekt tjetër për në lagunën e Karavastas në Divjak. Pra ne vazhdojmë dalim protestë, projekte akoma po bëhen dhe qeveria ka miratuar VKM të tjera për projekte të tjera. Pra ne kemi një problem në disavantazh të madh përderisa nuk kemi një krah politik që ta mbështesim. Dhe nga krah politik që ne kemi aktualisht sot në Shqipëri aktive, nuk përfaqëson protestën askush për tyre. Unë mendoj që ne duhet vazhdojmë të protestojmë çdo ditë, derisa ta konkretizojmë në një forcë politike, po qoftë të 2-3 forca politike për ndryshuar klasën politike komplet. Pra unë mendoj që protesta do të nxjerrë parti të marta, parti të djatha dhe parti edhe të qendrës, pse jo? Që të treja aspektet kryesore politike të përfaqësohen për qytetarët dhe përfaqësohen bas protestës. Unë mendoj që protesta akoma ka shumë për të dhënë. Ato përmend një prej kërkesave që e keni bërë ju në moment të një zëdhënësi që ishte realisht Dritan Goxhaj i përfolur si shështari i UÇK-s, kjo prej kërkesave ka qenë edhe pra një qeveri, le të themi kështu, një qeveri teknike. Qeveri tranzitore. Po. Për shembull në sytë e ju, ose të paktën në sytë e tu, çka kësaj kohe mund të më konsolidu, domethënë një lëvizje politike që më marr përsipër pastaj qeverinë, e cila realisht domethënë të bëhet një qeveri stabile dhe ligjërisht stabile. Problemi është këtu, qeveria teknike është shumë e domosdoshme. Pasi ne kemi një problem, ne nuk kemi zgjedhje të lira dhe ndershme, pra nuk se tek ne fiton më i miri. E heqim pjesën e shitblerjes votës, sepse këne ekziston dhe është shumë problem i madh. Sepse këne shitet vota për 50 euro, për 100 euro dhe për i thes mjellëshit. Ka zëra, mund të themi, po ka dhe ankesa në prokurorit ka e posaçme në prokurori të përgjithshme për këtë punë, në prokurori e Durrësit dhe prokurorit të Tiranës. Për këtë shitblerjen e votës të famshme këtu kanë. Po problemi është tu. Farza elektorale fillon që në kodin zgjedhor. Dhe fillon që në momentin që parlamenti duhet të votojë për qeverinë teknike. Pra tek ne është e pamundur që të krijojë qeveri teknike, duke ditur që Partia Socialiste nuk ka për ta votuar e para punës dhe Partia Demokratike nuk ka për ta votuar. Me aq sa e njohim ne Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste, të cilët kanë luajtur atë rolin në një tangoje. Tangoja kërcehet me 2 persona. Dhe ata të dyja e kanë kërcyer më së miri për 35 vite për interesat e tyre. Kanë bërë kodin zgjedhor siç e kanë dashur ata. Pra imagjino, ne kemi 140 deputet në parlament. Me 50% të votave merr 70 deputet. Partia Socialiste ka marrë 53.3% votave dhe ka 83 mandate. 82 sepse një deputet e iku nga grupi parlamentar, po në zgjedhje doli me 83 ulse, pra me 83 mandate. Gjë e cila që këtu sjell atë zgjedhje të lira dhe ndershme, pra këtu fillojnë. Zgjedhje të lira dhe ndershme të fillojnë në këtë pikë. Nuk është se shitblerja e votës do dikonte aq shumë, mendoj unë. Dikon kodi zgjedhor. Kodi zgjedhor i jep
një pushtet Pra në duke arrogant qeverisë. Diçka që duket krejt ligjore. Është komplet ligjore, sipas është votuar në parlament, është çdo gjë ligjore, është çdo gjë legjitime. Po Problemi është që kjo ka krijuar arrogancën e pushtetit që Rama po e gëzon sot. Dhe ne mundu t'ja prishim pak qefin e Edi Ramës dhe komplet klasës politike, duke shkuar për ditë atje në protestë, dhe do vazhdojmë ta bëjmë derisa kjo klasë politike e konsumuar, e kalbur, e shkatruar deri diku largohet nga Shqipëria komplet. Në qartë. Kjo pjesa për më kthy prap, po kthehemi prap te zvërneci. Komisioni Evropian doli me një raport që kërkonte të ketë monitorim dhe mbikëqyrje në çfarë do punë ose procese që ndërmerret tek ajo pjesa e zvërnecit. Domethënë, ai nuk dha tek e fundit, ndoshta nuk është edhe udhës të jap ndonjë dritë të kuq apo jeshile, sikur sepse është një organ i jashtëm, nuk ka të bëjë me pjesën procesin e brendshëm në Shqipëri, po ato tregoj që një prej këtyre që le të themi kështu puna mund të vazhdoj, por të ketë transparencë. Por të sipas standardeve europiane, sipas standardeve. Dhe Edi Rama e mor si fitore këtë në një farë forme. Sa poshtë në postimin e tij në rrjetin social për këtë pjesë e mori si fitore për projektin e Zvërnes. Sikurse po mbështetet prej Komisionit Evropian. Do të thotë aty nuk kishte thjesht një vlerësim i tyre. Nuk kishte ndonjë ide që ky projekt ja vlen dhe do të çohet përpara. Zvërneci nuk është projekt e para. Zvërneci është ide projekt. Pra nuk është se është një projekt i miratuar, nuk ka vendim Këshillit të Ministrave, nuk ka, është thjesht një ide projekt. Dhe që këtu fillon problemi. Atje është ngritur gardh. Në Zvërnet është ngritur gardh, i cili është i paligjshëm sepse maksimumi që mund të bësh, ti me një leje që e merr në komunën e Përkatëse, shkon dhe bën një riparim të gardhit ekzistues. Atje ka ndërtuar gardh. Duke qenë se u bë kaq shumë mediatike, u bë protesta për kështu, gardhin ka shkuar kanë heq në Zvërnec. Pra nuk është më i rrethimi. Por në moment që ti nuk ke akoma një projekt, pra thjesht ke një ide projekt, cili nuk është nuk ka një firmë as kryeministri, as kryetari i bashkisë, as kujt, nuk ka një firmë aty. Kjo sjell atë mungesë transparencës dhe ndërtim, është ndërtim pa leje. Është ndërtim pa leje. Aty është shifje eskavator, shifje fadroma, shifje çdo mjet që përdor për ndërtim, kishte edhe gardhin që është më i dukshmi. Pra tu kemi një gardh me tela atë pra me që. Edhe me tela vdekëprurë, si nëse dikush do të donte të hypte të kronte gardhin, mund të vriste dhe janë ata ndoshta është konspiracion, po thoshë që ishin tela me helma, nuk e besoj, po si do të qoftë ashtu siç ishin ishte në moment që ishte, ajo ishte një pamje e bregut perëndimor. Ato pamje të vishin, në moment që e shifje ishte tamam si bregu perëndimor. Por mendoj që këto protesta i prishën Terezin në pushtetit dhe establishmentit të 35 vjeçar të klanit mafioz Rama Berisha. Të kjo pjesa, po Rama dul dhe tha që në Vlorë nuk po ka protesta për këtë pjesë, ata po e duan projektin. A e duan ata projektin? Në Vlorë nisi protesta. Ishin pak njerëz faktikisht, por pati mbështetje nga gjithë njerëzit që e pan. Pra është video, sepse e kemi përmend aq shumë. Ndoshta nuk është mirë ta përmendni, por është video e cila është shokuese dhe tregon realitetin shqiptar që i forti është edhe si për shtetin ndonjëherë. Ku një person një X kompanie policie private shkon dhe tërheq një person në shtetas shqiptar, ishte edhe shtetas i huaj, madje kishte në shtesi greke, shkon edhe tërheq, zvarr, duke edhe goditur. Pra kjo tregon atë përveç mungesës transparencës, tregon edhe mungesën e moralit shoqëror që mund të ketë, ose moralit etikës punës. Pra nuk ishte një etik pune, biles madje personi nuk ishte futur në pronë. Dhe policia arrinte vetëm me shikonte. Pra kjo tregon që ne në moment që kemi një të fortë, ai forti do bëhet edhe si për shtetin, nuk është problem. Më pas ata filluan, siç e kanë zakon, shkrakohet drejtori i policisë, shkrakohet edhe zinxhiri që ishte aty në atë protestë, po nuk ishte kjo zgjidhja. Zgjidhja ishte që ai qytetari mos u merrte zvarr. Sepse ai qytetari u dëmtua, po kush e do shpërblet atë qytetar? Ai qytetari nuk do shpërblet më. Gjithsesi ajo ishte edhe pika që e derdhi kupën 35 vjeçare të një mllefit akumuluar që neve e kemi akumuluar për 35 vitesh.
është një mlef i cili ka konkurruar për 35 vitesh dhe solli këtë protesta madhështore që ne nuk kemi parë kurrë. Një media në Shqipëri po raportonte që ishin 150.000 protestues në ditën e diasporës që erdhi dhe diaspora. Pra tregon që ne kemi edhe njerëz që mbështesin shumë këtë nisëm nuk po them politike, sepse për mua duhet të kalojnë një nisëm politike, por një nisëm qytetare. Është një nisëm qytetare, e cila qytetarët dalin, janë qytetarët ata që e mbajnë, janë qytetarët ata që organizojnë, dhe janë qytetarët ata që cilët shkojnë atje në protest për ditë dhe nuk lodhen. Pra kjo është e mirë, ata nuk lodhen. Po te kjo pjesa se po në anën tjetër për shembull si përgjigjen e këtyre akuzave që ka të përfshirë të tjerë ose në sensin të huaj sikurse shërbimi grek ose iranian ose madje ndonjëherë edhe protestuesit që sipas Ramës po vinë nga Kosova dhe po mendohen ta shpëtojnë Shqipërinë. Po në anën tjetër edhe turistët që kanë qenë aty, si turist po flasim, kushdo që është prononcuar prej turistëve ka thënë se ne nuk po ndihemi të rrezikuar fare për këtë protestë. Kam pasur aty që janë bashkëngjitur në protestë. Unë jam çdo ditë në protestë. Po. Unë vetëm një rast, një ditë më e mend që kam takuar shqiptar të Kosovës. Po. Dhe ata kishin ardhur me flamuj të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe brohorisnin për Shqipërinë etnike, për Shqipërinë e madhe, nuk është se kishin atë qëllimin për të thënë që poshtë Dirama, poshtë Sali Berisha, sepse me flasim drejt tani, ju të Kosovës nuk është se ju ndikon, ose ata të Maqedonisë nuk është se i ndikon drejt për drejt Dirama dhe Sali Berisha, sepse tek e fundit ata na ndikojnë neve, me ligjet e tyre ata ndikojnë tek ne, tek shqiptarët e Shqipërisë. Ndërsa shqiptarët e Kosovës vinë më shumë sepse e shohin që është atë dashurie, pra kanë atë dashuri për Shqipërinë. Dhe integriteti jonë territorial po preket. Po preket dita ditës. Dhe kjo është arsyeja se pse vinë edhe shqiptarët e Kosovës dhe pse vinë edhe shqiptarët e Maqedonisë. Pra e ndjejnë Shqipërinë si pjesë tyre. Ata kur kalojnë kufirin e ndjejnë sikur shkojnë nga Shqipëria në Shqipëri, nuk e ndjejnë sikur shkojnë nga një shtet i huaj në një shtet huaj. Për shembull, marrim tani të ikim nga Shqipëria, po marrim avionin e ikim në Turqi, po Turqinë ti e shef duket sikur është shtet tjetër, ose Bullgari ose në Rumani. Ajo kuptohet që është shtet tjetër. Kurse në moment që ti kalon kufirin dhe flet poshtë shqip, ti nga Shqipëria në Shqipëri ke kalu. Nuk është se ke kalu nga Shqipëria në një shtet huaj. Po, është interesant, unë mendoj për shembull këtu në Kosovë nuk ka pas shumë për kështu mediat nuk e kanë përcjell shumë ngjarjen teknik, domethënë ngjarjen në Shqipëri, protestat në Shqipëri, nuk e di. Mendimi im është që këtu në Kosovë ka një farë simpatie për Edi Ramën. Nuk ndoshta për shkak se ka një atë karizmën e vet politik, nuk e di se pse, po këtu mendoj unë që kjo ka ndikuar dhe mos më pas shumë për shembull mbulim nga media tona të ngjarjes në Shqipëri, pra ka pas vetëm mbulim sipërfaqësor. Askush nga media teknik, për shembull, ka ardhur direkt të bëj reportazhe live në Shqipëri. Nuk kam pa edhe media kosovare. Të pakta kanë qenë ato dhe nuk e kam kuptuar se ndoshta se në sytë e mi për shembull Edi Rama ka një karizëm politik që indikon pastaj edhe në arenën ndërkombëtare, me sa duket tash fundmi ishte edhe në Francë dhe ai ka krijuar këtë imazhin. Paktën teknik kosovare që Shqipëria është në rrugën e duhur dhe gjithçka atje është për mrekulli. Atëherë Edi Rama dihet që ka atë karizmën e tij të jashtme, mundohet të bë batuta, është batutaxhi i madh, po kjo nuk e ndihmon Edi Ramën, mendoj unë. Edi Rama më shumë e ndihmon media dhe propaganda. Pra, një shqiptar i Kosovës, cili voton për Albin Kurtin, ose ka votuar dikur Albin Kurtin dhe nuk ka të njëjtën atë simpatinë e fillimit kur erdhi Albin Kurti, tani ta pyesësh për shembull dhe është kundër Albinit në këtë momente, është njësoj si ai shqiptari i cili votoi për Edi Ramën në 2013. Pra, është një paralelizim shumë i njëjtë. Në 2013 Edi Rama atë planin e tij politik e qau, kur thon në jargon qytetarë shqiptar, e qau, pra sepse e bëri sikur Shqipëria do hynte në Bashkimin Evropian për mandatin e ardhshëm, ishte Shqipëria në Bashkimin Evropian, sikur do bëshim në progres madh ekonomik. Realisht neve rritëm korrupsionin, nuk bëm asgjë më shumë. Pra ne është rritur korrupsioni dhe mendoj është rritur arroganca e pushtetit dhe mendoj që njëta gjë ndodh edhe këtu në Kosovë. Madje
ne në Shqipëri e shohim Albin Kurti sigurisht hero kombëtar. Ashtu? Në protesta bëhej fjalë Po. Shqipëria shqiptarëve, Albini shqiptarëve. Pra ishte i parur. Në protestë. Në protestën Ka tonë. pas po. Po janë njerëz ndoshta edhe që nuk e perceptojnë mirë edhe politikën ose nuk e perceptojnë mirë realitetin politik dhe e shohin Albinin sigurisht më i mirë se Edi Rama. Realisht unë nuk shoh një dallim të madh as nga Albin Kurti dhe as nga Edi Rama, përderisa faktikisht Edi Rama është më arrogant se Albin Kurti, se ka edhe mandatet, ka edhe fuqin, ka edhe vitet, Dukshëm ka edhe vitet e pushtetit, por që nga krahu po themi paktën te ju nuk ka pabarazin tendera ashtu siç ka në Shqipëri, sepse ne kemi pabarazin tendera. Pra kemi ish zëvendës kryeministër e cila është në hetim, pati dhe urdhër arrest, cilën nuk e pranoi parlamentit edhe votoi kundër shkarkimit, pra të heqjes së imunitetit të Brenda Ballukut, ndërkohë që ka një akuzë shumë qartë dhe është firma e saj atje dhe ajo është e akuzuar dhe ata duan ta arrestojnë sepse dyshojnë që ai mund të prishi provat. Rama solli dhe ndryshim qeverie për të ruajtur atë, po themi, statën e tij politike, ndryshoi qeverinë duke ndryshuar, duke hequr Brenda Ballukun nga posti i ministres së infrastrukturës dhe nga posti i zëvendës kryeministër dhe shkarkoi dhe vendosi Albana Koçiun si zëvendës kryeministër dhe Enea Garakaçi si ministër infrastrukture. Por ajo vazhdon të jetë deputete, edhe pse nuk vjen në parlament, sepse di që deputetët e opozitës do ta bëjnë po them për kokë turku që është shpreha dhe do ta përdorin edhe për kredite politike të vetat. Po Brenda Balluku u ruajt nga parlamenti. Pra ky është një parlament, njësoj si qeveria, njësoj si establishmenti 35 vjeçar, i cili vepron jo në të mirë shqiptarëve, por vepron në të mirë të interesave të përbashkët të atij grupi të vogël që kanë bashkëpunuar edhe me Brenda Ballukun, edhe me Edi Ramën, edhe me partitë pushtet që kanë ardhur ose partitë pushtet që është partia pushtet që është aktualisht forcë majoritare qeverisë. Tash për më kthy prap, të më thonë kur u paraqiten kërkesat e protestës, e pom të protestuesve, e pom drejton Goxhajn si le të them për atë moment se ZDN-s koordinuesi i kërkesave, ato të vazhdoi ai Goxhaj të jetë ai koordinuesi i mëtejshëm i kërkesave ose i le të themi protestës në përgjithësi. Po i njëjtë edhe u sulmua, se është në figurën e tij kështu. Drejtan Goxhaj më shoh si një qytetar i cili ka dalë atje duke folur, siç ka folur çdo qytetar tjetër, çdo qytetar tjetër ka dalë atje ka fol atë që ai mendon. Nuk e shoh si një koordinator të kërkesave tona. E shoh si një njeri i cili përfitet që ka qenë në luftën e Kosovës me UÇK-n. E shoh si një njeri i cili merret me aktivizëm, nuk e shoh si një njeri drejtues protestës ose koordinator të kërkesave tona përse përfaqësuesi ynë. Ne kemi pasur dhe thirrje nga qeveria për siç e bërë me studentët e Tiranës, të ta bënte edhe me ne. Po ne kemi një gjë që të mirë që ne kemi arritur të psojmë pak nga e kaluara dhe nuk na e hull let kush. Nuk quam 20 persona për të bërë atë mbledhjen me qeverinë për të diskutuar se çfarë kërkojmë e çfarë jo, sepse kërkesa jonë nuk ka nevojë për të mbledhur qeveria, nuk ka nevojë as për të mbledhur 20 persona që është e pamundur të gjesh në 200.000 persona, gjesh 20 persona përfaqësues për këta 200.000. Po. Edhe hallet ndryshme në sensin. Edhe parlamenti ka 140 deputet dhe nuk përfaqëson gjithë popullin shqiptar. Ose pak ato që kanë votuar, se ka edhe qytetarë që nuk votojnë sepse e kanë humbur atë shpresën. Po. Shpresa unë kam dëgjuar dhe shumë njerëz, shpresa unë i gjallë nga protesta. Pra kisha dëgjuar shumë njerëz që thonë, do largojmë nga Shqipëria, Në moment që bëhet protesta, jo po rrisë ose ndryshon. Pra ka lindur ajo shpresa për ndryshim, ka lindur ajo iniciativa e mirë, po them për ndryshim. Tek po Edi Rama si kryeministër pastaj filloi me i godit disa shtresa të shoqërisë, pra ose disa fusha për shembull i godit influencuesit medial, u marr me disa influencues
që po shetesin në botën dhe kur po vinin në Shqipëri po hedhin veturina në për Shqipëri për shembull tjetër më mirë. Edhe në anën tjetër u marr edhe me një figurë fetare si Mustafa Tërniqi duke minimizu rolin e tij vetëm në xhami ku I tha rre aty se aty e ke vendin. Pra, çfarë është kjo teknike e kryeministrit Rama për mi apo çfarë po tenton të bëj? Ta largoj vëmendjen nga projekti në Zvërnec apo nga vet ruajtja e pushtetit, ta forcoj pushtetin e tij ose friksohet se po humbet. Çka është? Rama ka frikë një lëvizje, po them unë, politike nga protesta Ramës dhe jo vetëm Ramës, edhe establishmentit të 35 vjeçar të këtij sistemi politik, të dyja palët e kanë frikë krijimin e një lëvizje politike. Rama mendon këtë, mendoj edhe unë, që Rama mendon se duke pasur influencer, se influencer janë persona që kanë ndjekës, dhe ato ndjekësit ka influencë pra tek ata ndjekës që ata kanë, dhe Rama duke menduar këtë gjë, ka menduar t'i hudhi balt këtyre influencerëve të cilët kanë dalë pro protestës, vinë atje në protestë, edhe I kemi takuar, pra janë njerëz që vinë protestë, janë qytetarë, vice-qytetarë. Ndërkohë për rastin e Hoxhës e shoh sikur Rama po I vjen fundi, po merret me mendimin e lirë të një kleriku fetar. Mund ta shohësh të merret edhe me një mendimin e lirë të një priftëriu ose në një personi tjetër të një feje tjetër, nuk e shoh sigur po merret vetëm me qerikët e fesë islame, po themi, pra me hoxhallahat, por që ka rënë shumë poshtë, dhe derisa të shkojnë në atë pikë që të merret me mendimin e lirë të qytetarëve, duke I treguar që si se vjen aty, domethënë duke tentuar intimidimin politik, po themi, ose edhe shoqëror, duke I treguar vendin gjasme Hoxhës, është njësoj sikur të thuash kryeministit ti rrin në Shqipëri sepse vetëm Shqipëria është për ty. Ti je kryeminist I Shqipërisë. Po. Ti do të rish vetëm në Shqipëri. Po. Pse deri jashtë Shqipërisë. Pra kështu është pak a shumë i njëjti sens. Sepse Hoxha vërtet mund të rri vetëm në xhami, po Hoxha do dalë edhe jashtë, do jetë edhe jashtë, si çdo qytetar tjetër. Qartë. Sepse mendoj që politika dhe shtresat tjera, pra pjesë tjera që janë të rëndësishme në kulturën shoqërore, janë mision, nuk janë as emision siç e bën Rama me mediat e tij. Se pa hap edhe një media RTV para ca kohësh, bën ca postime propagandë normalisht, ose ta bësh si profesion, pra për të përfituar para. Pra politika duhet të jetë mision, duhet të jetë për të mirën e lëvizjes qytetarëve, duhet për të mirën e qytetarëve, duhet për mirën e njerëzve të cilët të kanë votuar. Dhe unë I bajta qëndrim edhe Edi Ramës për këtë gjë në postimin e tij që kishte bërë për Hoxh Mustafa Tërniqin, dhe Edi Rama me aq sa unë kuptoj, ka arritur arrogancën e tij derisa nuk dini edhe çfarë po flet në këtë moment. Nuk është I aftë të thotë atë që duhet, nuk është I aftë të mendojë atë që duhet dhe flet atë që nuk duhet. Pra kështu ka arritur pushteti I tij dhe kështu ka arritur Edi Rama si person. Po ndikon atë psikologjikisht? Protesta normalisht po. Pra nuk është e njëjtë sikur jemi në një ambient të tillë si ky tani dhe po bëjmë bisedë normalisht ose nuk flasim fare. Dhe nuk është njësoj sikur unë tani të filloj bërtas gjithë kohës edhe mos pushoj për 26 ditë me radhë ose 30 ditë me radhë. Pra nuk është e njëjta gjë. Pra unë mendoj që Edi Ramës dhe këtij establishmenti ju është prishur terrorizia dhe po ndikon dhe psikologjikisht te këta. Ideja është për shembull tek mediat, ka mbulim të madh edhe prej mediave, domethënë të huaja, sidomos këtyre të mëdha si Reuters, CNN apo BBC-ja, disa prej tyre që quhen se të majta, në sensin se mbajnë një ose të paktën e mbrojnë një farë sfonde të majt, kështu të majtës politike, po thotë se po e shfrytëzojnë për interesa, si më thënë, të interesa ideologjike, për shembull, po raportojnë për protestën dhe për një research që po qëndron brapa atij Donald Trumpi. Tash besoj a ekziston tash edhe kjo raportimi I mediave të huaja të mos jetë kështu krejt korrekt në sensin e neutralitetit ose objektivitetit do të përdoret për interesa ideologjike. Si çdo vend botës ka edhe media që janë pro pushtetit, ka media që janë pro opozitës, ka media të majta, ka media të djatha, qendrës, media pa influencë etj me radhë.
Unë mendoj që nuk është kjo arsyeja se pse vjen mediat e huaja aty. Unë mendoj që arsyeja kryesore është për të mbuluar protestën në live ose me raportime. Mendoj se ajo është puna që ka një media. Media ka punën e saj për të raportuar, për të bërë transmetime live e tjerë me radhë. Unë nuk mendoj që arsyeja kryesore është se ato mund të jenë mediat që kanë influencë të majtë, mund të bëjnë edhe propagandë të majtë, nuk është se ja ndalon kush. Ose të djathtë, po. Ose të djathtë, nuk është se ja ndalon dikush. Por unë mendoj që arsyeja kryesore pse mediat e huaja vinë në protestën tonë është se ato vinë vetëm për të mbuluar dhe për të bërë punën e tyre. Dhe të pjesa e pashën një postim që protesta mundet me vazhdo dhe u bë një thirrje për 4 korrekt nëse nuk gaboj, që përmend edhe bashkimin e mërgatës shqiptare, domethënë në protestë. Deri në sa po parashihet, unë po besoj nuk ka një kufet i ri kur parashihet me u zgjat protesta, po pritet edhe një pjesëmarrje aktive e mërgatës, domethënë diaspora ka ardhur. Diaspora vjen, dita diasporës është quajtur çdo ditë e shtull, pra çdo shtull bëhet thirrje që diaspora të vi. Dhe në çdo shtull, çdo ditë shtull, domethënë, diaspora merr mikrofonin në atë podiumin, po themi, të protestës. Nuk e shoh sikur protesta do të ndaloj këtu. Protesta duhet vazhdoj dhe unë mendoj që do të vazhdoj deri në rrëzimin e kësaj qeverie për momentin dhe pika kryesore mendoj që është krijimi i qeverie teknike tranzitore, edhe pse është shumë e vështirë, sepse e thamë edhe më përpara, votat në parlament janë ato të cilat e miratojnë ose jo, pra qeverinë teknike, e delegojnë ose jo. Dhe mendoj që duhet edhe krijimi i partive politike, pra forcave të reja politike, për të sjellë ndryshimin e klasës politike. Pra partitë majta, djathta, qendrës, rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që të ketë parti të reja politike me mendim të ri. Jo parti të reja me mendim të vjetër, siç kemi parë në këto 35 vite, kemi parë boll si këto parti. Po, për shembull në shpresën tek opozita minus PD-ja, po themi, nuk ka ndonjë shpresë të tillë, për shembull. Unë nuk shoh një shpresë të partitë që janë krijuar para protestës, nuk shoh një shpresë. Kryetarët e partive vinë në partive të vogla, po themi, partive që kanë ardhur rishtazi, vinë në protestë, por ata thonë që vinë si qytetar, por vinë edhe për kredite politike. Ajo dihet qartë. E dini madhe i vogël që ai ka ardhur për kredite politike, sepse të vijë qytetar nuk e njeh fjeri. Qytetari nuk e njeh fjeri, por e njeh rreth i ngushtë, dikush që e njeh, ose mund të jetë edhe person publik ky qytetari, por nuk është se sa ta shohë direkt i vë gishtin e thotë ky kryetari me emër finale etj. Pra, mendoj që ata vinë për kredite politike. Gjë tjetër nuk shoh një ndryshim, se tash ka dalë edhe teza që të reformohen partitë ekzistuese, pra të ndryshojmë me mendsinë, leje PSPD, se PSPD-ja pjesë e shtabilimentit të vjetër, por këtyre partive të reja të ndryshojmë me mendsinë. Ne kemi një problem të madh në Shqipëri që është mos konceptimi për disa gjëra. Unë e shoh investitorin e huaj e shoh shumë të afër, duhet të investojë në Shqipëri sepse investimet e huaja sjellin para në Shqipëri. Po edhe investimet e brendshme gjithashtu. Po në moment që vjen dikush me agjenda të caktuara për të bërë dëm shoqërisë shqiptare, si është Fondacioni Soros, i cili ka bërë dëm në agjendën e tij LGBT, pra në agjenda të dëmshme për shoqërinë tonë. Tani ne kemi pasur edhe protestë për sa ti po bëhet në Shqipëri po bëhet terapia hormonale. Pra, pacientëve 14 ose 13 vjeç e gjysmë diçka e tillë, 14 vjeç e sipër, i bëhet një terapi e cila quhet terapia hormonale për të ndryshuar hormonet. Kjo është krim. Për mua është krim. Jam një njeri i cili unë dua familjen, shqiptarë, shumica shqiptarëve duan familjen. Pra jemi populli tek pjesa familjare dhe fetare, mendoj se jemi populli më konservator në botë. Pa sepse neve e duam liri fetare, pra duam që tjetër të besoj kudo, të besoj si do, sepse çdo kush flet vetëm për besimin e tij, por ne duam edhe familjen. Duam edhe atë dhënë. Pra unë mendoj pastaj leje bidet e tjera ekonomike dhe bidet e tjera shoqërore për probleme të tjera. Por unë mendoj që bidet kryesore tek ne janë bidet të
konservatorizmit, pra ne duam familjen. Dhe nuk mund të arrijmë ne të pranojmë një terapi hormonale e cila do të ndryshonte gjinin e njerëzve. Për mua është krim, se do mos ta bësh të këtmiturit, është krim. Është krim i cili vjen nga faktorët jashtëm, nuk është pra është produkti i importuar nga George Soros dhe fondacioni i tij i hapur, të cilët unë jam munduar të artikuloj edhe me njerëz të mi, po edhe në rrjetet sociale, domethënë kur u publikoj edhe për politikë jashtme, por edhe për këta agjendat e huaja, George Soros nuk e quaj armik të Shqipërisë, nuk e quaj mik Shqipërisë. Përpara ai është pritur me lule, edhe nga Sali Berisha, edhe nga Edi Rama, por unë e shoh si armik Shqipërisë, e shoh si njeri të dëmshëm për kulturën dhe shoqërinë tonë shqiptare. A janë investitorët e huaj më të rëndësishëm se shqiptarët? Kështu Edi Rama thoshte investitorët e huaj më të rëndësishëm për Shqipërinë se shqiptarët. Nëse Shqipëria është këtu ku është, sot është falë sipërmarrjes lirë, të cilët ose sipërmarrjes, mund të themi se e lirë nuk ka shkuar akoma, po Shqipëria është këtu ku është, falë sipërmarrjes. Është falë atyre njerëzve të cilët shkuan në emigrim dhe u kthyen më pas për të investuar në Shqipëri dhe kanë hapur biznese në Shqipëri. Kupto, dikush mund të ketë hapur edhe për të pastruar para, tash nuk kemi sa të bëjmë, se tash shqiptarët kur shkuan në Mërgat, kur shkuan jashtë shtetit, ka punuar edhe jo të gjithë ka punuar punë të pastra, pra punë legjitime, ka punuar edhe punë jo të pastra. Kemi trafikun e drogës e tjerë me radhë, por mendoj se investitori shqiptar është më i rëndësishëm se sa investitori huaj, se investitori huaj t'ja jep me 99 vjet, po investori shqiptar do të si Itali, për shembull. Itali ka kompani 100 ca vjeçare. Po. Pra ka kompani që vazhdojnë, po janë investitorë italian që e kanë nisur nga zeroja. E njëjta gjë do ndodhë edhe në Shqipëri. Një investitor i huaj nuk ka ndodhur që të rrinë në 100 vite kompania e atyre në një tokë, po themi. Po themi ne 100 vjet, më shumë se 100 vjet nuk mund të rri, nuk ka histori, nuk ka një kompani e cila kanë jetuar, mund të them, në një shtet tjetër për më shumë se 100 vite. Pra investitori i brendshëm është më i rëndësishëm se investori huaj. Ndoshta ka më pak kapital, ndoshta ka më pak mundësi investimi, po investitori i brendshëm e ke aty. Pra është investitor i cili do rri aty. Nuk është investitor që thjesht do hulli ca lek, do marrë fitime, ai nuk rrin fare në Shqipëri, i sill staf të huaj e tjerë me radhë. Pra edhe një herë për ndoshta për ata që mendojnë që kjo protestë nisi për shkak të Zvornesit, ndoshta do të ishte më mirë me përshrit edhe një herë që është thjesht një mblef i akumuluar, edhe domethënë nuk është problemi investimi si investim, por mënyra se si është ardhur rruga deri aty, mënyra se si do të zhvillohej ai. Investimi tërësi nuk është problem fare. Unë mendoj se në momentin do ketë transparencë, do tregohet ku është blet toka, pse është blet toka, si është blet toka, tregohet projekti, të tregohet a mbrojt natyra, a mbrojt ekosistemi. Atëherë po investimi pasaj themi në hije, pra pa drita fare, dhe të themi tash do bëjmë investim neve se na duhet, është investimi huaj, nuk ka investim tillë në Europë. Këto janë pasaj ato budalliqet, po themi, të na kanë marrë qaf neve si shtet. Pra janë probleme, dhe unë mendoj që ne protest nuk dalim fare për investimet, sepse investimet neve na duhen. Pra për investime Shqipëria ka nevojë, sepse është shtet në zhvillim. Po problemi është që pengesa e zhvillimit është korrupsioni dhe mos transparenca, pra nuk ka transparencë. Kjo është arsye pse ne dalim protest, është padrejtësia që na sjell në protest, nuk është investimi në tërësi. Atëherë po e mbyllim me këtë. Faleminderit shumë erdhi që ishte sot me ne. Ishte kënaqësi me të pas këtu. Kënaqësi është imi. Të dashur shikues, kishim këtu të ftuar aktivistin dhe studentin që erdhi nga Shqipëria, nga Universiteti i Durrësit konkretisht, erdhi Troplini, i cili na tregoi më shumë për protestat që po vazhdojnë në Shqipëri tani në javën e tretë dhe se si ato mund të vazhdojnë.